Drejtuesi politik i Partisë Demokratike të Qarkut të Vlorës, Buja Leskaj, në një njoftim në rrjetin social Facebook të tij, ka lajmëruar se ka dhënë dorëheqje si koordinator politik i kësaj force në qytetin e Vlorës. Megjithatë, burime të sigurta nga Partia Demokratike bëjnë dije se Buja Leskaj ka paraqitur dorëheqjen që prej kohës në të cilën kanë përfunduar dhe zgjedhjet e 11 majit. Megjithatë, Buja Leskaj sipas burimeve por nga Partia Demokratike do të qëndrojë si deleguar politik deri në një vendim të Partisë Demokratike Shqiptare. Ndërkohë që në rrjetin e tij social Facebook, Leskaj ka thënë se të gjithë drejtuesit politik duhet të bëjnë një analizë politike për zgjedhjet e 11 majit. Gjithashtu, ai ka shkruar se në 2027 nuk do të jetë më deputet i Parlamentit të Shqipërisë, por do t'ia lërë vendin pasardhësve të tij, të gjeneratës së re të deputetëve të Partisë Demokratike. Por ç'do të ndodhë me fushatën për zgjedhjet e pjesëme vendore në Bashkinë Vlorë pas dorëheqjes së drejtuesit politik Bujar Leskaj, i cili tashmë ka zyrtarizuar atë mes i postimit të tij në rrjetet sociale. Informacionet zyrtare nga Partia Demokratike Dega Vlorë konfirmojnë për Blu Televizion se deri në këto momente dorëheqja e Leskaj si drejtues politik i Qarkut nuk është konfirmuar nga kryesia e Partisë Demokratike Shqiptare. Njëkohësisht, po nga burime zyrtare të Partisë Demokratike Vlorë konfirmohet se deri në emërimin dhe zyrtarizimin e një tjetër emri si drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Qarkun e Vlorës do të jetë Leskaj, ai që do të drejtojë fushatën për zgjedhjet e pjesëme vendore të datës 9 nëntor. Njëkohësisht, nga vetë dega e Partisë Demokratike Vlorë bëhet me dije se largimin si drejtues politik Bujar Leskaj ka kërkuar që pas zgjedhjeve të datës 11 maj, duke theksuar në një mbledhje në Tiranë se duhet të largohen të gjithë drejtuesit politik, të cilët nuk arritën pritshmëritë për zgjedhjet parlamentare. Bujar Leskaj largohet kështu si drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Vlorë, duke kërkuar dhe një riformim të kësaj force politike dhe afrimin e emrave të rinj në strukturat e Partisë Demokratike.